Rreth 3 vite pas historisë së përfolur me Donald Veshajn, Beatrice Ramosa ka zgjedhur të qëndrojë larg vëmendjes mediatike dhe të nisë një jetë të re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kohët e fundit, Beatrice Ramosa ka dhënë disa sinjale që sugjerojnë se ajo ka gjetur sërish dashurinë. Në një postim në Insta Story ajo ndau një foto me mbishkrimin "Të dua ty" në anglisht, çka nxiti aludimet për një lidhje të re. Sipas një burimi të sigurt, Beatrice është në një marrëdhënie të re me një partner të huaj, të cilin e mban larg vëmendjes së rrjeteve sociale. Miqtë e saj të afërt mbeten të rezervuar për të thënë detaje duke shtuar më tej misterin. Për momentin, publiku mbetet në pritje të një konfirmimi apo një postimi të drejtë nga vetë këngëtarja, por deri atëherë na mbetet vetëm të presim dhe shpresojmë që Beatrice Ramosa të jetë e lumtur. Vlen të theksohet se që pas largimit të saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo është shumë afër fansave të saj, duke i mbajtur të updetuar për çdo detaj. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.